Gjykata e lartë rrëzoi rekursin e ish-deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili ndodhet në burg që prej shtatorit të vitit të kaluar i akuzuar për kallëzim të rrem. Treshja e gjyqtarëve Ilir Panda, Sandër Simoni dhe Sokol Binaj, i cili ishte edhe relatori i çështjes, vendosën të mos miratojnë rekurset e paraqitura nga Ervin Saliani dhe Jetmir Oldashi kundër vendimit të gjykatës së apelit. Ky vendim i gjykatës së lartë shuan çdo shpresë të ish-deputetit demokrat për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 majit, madje jo vetëm kaq, por i pamundson Salianit edhe kandidimin në zgjedhjet e vitit 2029 si pasojë e ligjit që parashikon se çdo person i dënuar penalisht me vendim të formës së prerë s'mund të kandidojë apo të zgjidhet në funksionet publike për një periudhë 5 vjeçare. Pas vendimit të gjykatës së lartë, Ervin Saliani reagoi në rrjetet sociale duke theksuar se dënimi ka si synim eliminimin e tij nga betejë politike. Dënimi im politik është kërcënimi i hapur për cilin do që lufton krimin, korrupsionin dhe mafjen e veshur me pushtet. Dënimi im politik është një mbështetje e hapur ndaj mafjas dhe trafikantëve ndërkombëtar. Koha e zgjedhur për të dhënë vendimin një ditë para shpalljes së listave është po ashtu një mesazh kërcënimi për çdo që guxon e flet të vërtetat, pavarësisht se nga izolimi së bashku do të luftojmë për një Shqipëri të denjë normale, ku sundon ligji, personalisht zgjedh betejën dhe jo qurravitjet. Ervin Saliani, i cili ka kryer deri më tani gjysmën e dënimit, pritet që pas betejës së humbur me gjykatën e lartë të drejtohet gjykatës kushtetuese e më pas në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese, Saliani është shprehur se këtë çështje do ta çojë deri në gjykatën e Strasburgut. Atëherë gjykata e lartë rrëzon pra rekurset e paraqitura nga Saliani dhe gazetari Oldashi kundër dënimit me 1 vit burg nga gjykata e apelit. E fillojmë bashkë, Romano, si e shikon? Faleminderit. Atëherë, kam mbajtur një qëndrim më përpara për këtë çështje, pa diskutim që i qëndroi atë qëndrimi, nuk e konsideroj të drejtë vendimin e gjykatës së lartë, duhet kishte bërë një rotacion të vendimeve të gjykatave më të ulta, gjykatës shkallës parë dhe gjykatës apelit, ta kthente çështjen për rigjykim. Për çfarë arsye? E kam thënë gjithmonë që Ervin Saliani është dënuar pa ligj. Pra, kallëzimi i rrem si vepër penale ezaurohet ose konsumohet vetëm në qoftë se ti e jep kallëzimin përpara prokurorit ose oficerëve të policisë gjyqësore. Pra, Neni 283 i Kodit Procedurës Penale e ka taksative, domethënë që duhet jepet vetëm përpara oficerit ose prokurorëve. Atë që le të themi mediat, institucioni, prokuroria dhe gjykata e kanë konsideruar si fabrikim apo krijimin e provës, do të konsiderohej si e tillë nëse zoti Saliani do të kishte paraqitur një kallëzim në prokurori për këtë çështje, por ai nuk ka paraqitur asnjë kallëzim, kanë qenë vetëm deklarata mediatike ose paraqitjet e tyre të dhënave në media. Nëse do të kishte një vepër penale që do të ishte konsumuar nga zoti Saliani, do të ishte vetëm ajo e shpifjes, por kurse si i kallëzimit të rrem. Në këtë mënyrë se si është vepruar nga gjykatat, e shkallës parë gjykata apelit dashmë dhe nga gjykata e lartë, përveç se certifikohet një mënyrë e cila unë e konsideroj shumë të rrezikshme, kjo jo vetëm për politikanët, por edhe për gazetarët, qoftë edhe për çdo qytetar tjetër, i cili do të merrte guximin dhe do të kallëzonte publikisht, le të themi kallëzim, deklaronte publikisht, le ta themi, në media ose në çdo lloj forme tjetër, qoftë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, rrethana të cilat më pas mund të konsideroheshin që ishin të pavërteta dhe do të fillonte një çështje penale për çdo në këtë lloj forme. Kodi penal e parashikon në 120 për sa i përket shpifjes apo çdo lloj forme tjetër që mund të kryhet edhe botërisht. Kështu që e konsideroj si të panevojshëm, e kam konsideruar të panevojshme vendimet që kanë dalë nga gjykatat e ulta dhe tashmë edhe ndjej një farë keqardhje që gjykata e lartë nuk e ka kthyer çështjen për rigjykim dhe t'i jepte një nocion ndryshe këtij interpretimi që i është bërë veprës penale. Tela, në fakt Saliani tha e dia çfarë vendimi do merrte gjykata e lartë, sepse betejë ime është betejë politike, duan të më eliminojë nga gara. Në fakt, unë të ndalesha më shumë tek përfshirja në këtë çështje dhe të gazetarit, Jetmir Oldashi. Jam shumë dakord me atë që tha avokati në lidhje me procesin. Në fakt, është një proces më shumë politik, por palët politike këtë narrativ kanë në këtë vendin tonë dhe kanë miratuar bashkarisht edhe këtë politik represive të ligjit.
Por, shqetësuese për mua është çështja e gazetarit Jetmir Oldashi, sepse dhe ai ka po të njëjtat akuza. Sigurisht që nuk e ka masën e dënimit me burg, por e ka me shërbim prove. Por në fund të fundit ai mbetet një gazetar i dënuar. Dhe shoh që askush ose ka çështja e tij mbetet në hije. Pra, të themi çfarë ka denoncuar gazetari. Sipas logjikës së hetimit me çështjen Saliani, i bie dhe ne këtu, qoftë edhe për një deklarat në gjaknëzetësi e sipër, ose duke u përgjigjur bashkëbisedimit, çdo kush pas ka të drejtën që ne të na ngre nesër një padi dhe ne të përballemi me çështjen e drejtësisë. Unë nuk do të dakordsohesha me zotin Saliani aty në statementin që ai tha, që ka luftuar krimin e organizuar, e gjitha kjo vjen si rrjedhoj e debatit të tij politik. Nuk dakordsohem, sepse nuk gjej në një moment të zotit Saliani ku ai ka qenë në pararoj, ai ka denoncuar, apo ai ka dhënë prova për organen e akuzës dëshmi të sakta të cilët personat që ai ka evidentuar të shkojnë dhe të përballen me drejtësinë. Në këtë rol kam parë gazetarin, sepse çështja, nëse e kujtojmë, ka nisur nga gazetari Oldashi, i cili dhe ai nuk arriti të përfundonte një shkrim. Pra është një çështje komplekse, sistemi i drejtësisë, ku për herë të parë çështja ishte vërtet, sepse po të kthemi, u detyrua dhe vëllai i ministrit, ish ministrit të brendshëm asaj kohe, të shkonte të kryente dënimin e tij në hetim, dhe shqetësimi im mbetet për median dhe për gazetarin. Kjo është më shqetësuese për ne të paktën. Okej. Avokat Saliani dhe Oldashi. Unë kam marrë qëndrime publike, sigurisht. Si e pek vendimin e gjykatës lartë? Shiko, gjykata e lartë pothuajse ka eliminuar tërësisht gjykimet me pjesëmarrjen e palëve. Pra, ndodh shumë rrallë një proces gjyqësor ku ke mundësi që ti parashtrosh gjykatës lartë. Unë nuk e njoh vendimin nëse është mos pranim rekursi, për shkak se nuk plotëson kriteret formale, të themi kriteret që përcakton ligji, apo është rrëzuar sepse nuk qëndrojnë pretendimet e Salinianit. Kjo ngelet për të parë në arsyetimin e gjykatës lartë. Nëse ne kemi një mbyllje procedurale në kuptimin që thjesht nuk e kanë marrë në shqyrtim sepse nuk plotëson kriteret që përcakton kodi procedurës për paraqitjen e rekursit, padyshim, pa e lexuar nuk e paragjykoj dot, se unë nuk e di çka kanë bërë kolegët e mi, edhe pse kam besim që kanë bërë një punë shumë të mirë, por për sa kohë se kanë bërë vetë atë rekurs, nuk e di se si mund të ketë shkuar gjykatës lartë përpara. Gjithsesi, unë mendoj që gjykata e lartë në interes të drejtësisë, për te faktit, sikur edhe për një moment mos jem me zotin Saliniani, mendoj që për shkak të rëndësisë që kishte çështja, se bëhet fjalë për një deputet, këtu ne po diskutojmë gjëra shumë të rënda dhe kjo është vepra më e parënd dhe tek e fundit një djalë i ri që nuk është se ka ndaj kusur për çka ka ndodhur në 30 ca vite këtu tek ne. Edhe një farë mënyre do t'i binte radha ndër të fundit, po themi, nëse do duhet mante përgjegjësi. Në këtë aspekt mund të ishte parë mundësia realisht që të ishte kthyer edhe një herë në shkallë parë që ta shikonte me kujdes tërësisht çështjen. Por mos të harrojmë që shpeshherë në aspektin procedurial, pozicionimi i palëve ka rëndësi shumë të rëndësishme dhe për gjykata nuk lëviz dot. Për shembull, një ndër kriteret për caktimin e shërbimit provës, nëse personi vetë nuk e kërkon dhe nuk e pranon, nuk ta cakton gjykata provën. Dhe kjo vlen edhe për rastin e zotit Saliniani. Pra zoti Saliniani duke qenë i bindur në pafajësinë e tij, as nuk e ka çuar në përmend që ta pranoj dhe ta kërkoj. Nuk mund kërkoj edhe pafajësi dhe shërbim prove. Pra, o do jetë i pafajshëm, o do jetë i fajshëm. Nëse gjykata ta jep dhe e pranon, mundet të ishte një zgjidhje e mesme që të paktën mos kishte përfunduar në burg. Sigurisht që jam i sigurt që zoti Saliniani më mirë do kishte preferuar të ishte në shërbim prove se në burg. Dakor, po. Për sa kohë pretendon pafajësinë, pastaj është e vështirë. Për ta gjykuar tamam gjykatën e lartë, pa e gjykuar fare atë çfarë unë kam mbrojt për Salinianin dhe i qendroj, mendoj që duhet dalë vendimi të lexohet një herë dhe pastaj të mund të themi diçka. Dela? I pritshëm vendimi sipas meje. E dënoi procesin si të montuar Saliani vetë. Nuk dua të ndalem fare tek ajo çfarë deklaron zoti Saliani, po i pritshëm duke njohur nga afër dhe shumë qartë nivelin e gjykatës lartë dhe mendoj që është gjykata sipas meje më problematike sot në vend. Dhe në kuptimin e emrat që ka aty brenda, se ka emra me problematika aty brenda. Po s'dua të ndalem këtu, unë jam kundër të bërit politik me gjuhën e vulgut apo me akuzat të ndërsjella mes politikanëve. Dhe sidomos kur përfshihen familjar. Këtë qëndrim e kam mbajtur gjithë kohës. Por nga ana tjetër mendoj që vendimin e zotit Saliani është i padrejtë për disa arsye që do t'i rendis.
Dosja Babale është një dosje e pahetuar. Është një dosje që forca e pushtetit e dërgoi rrjedhën e hetimit në interes të zotit Gjafaj dhe të qeverisë Rama. Është fakt që pasi Ervin Saliani bëri denoncimin publik dhe jo kallëzimin, Geron Gjafaj, vllai i ministrit të brendshëm të kohës Fatmir Gjafaj, nëse ju kujtohet, u largua me urgjencë nga Shqipëria dhe shkoi të vuante një dënim në Itali për çështje të drogës. Është fakt po ashtu që Prokuroria për Krime të Rënda e kohës autorizoi zyrtarët e shërbimit informativ që të kryenin përgjime dhe asnjëherë nuk u mësua se kush ishin ata zyrtarë të shishit që kryen vëzhgime dhe përgjime dhe arritën zyrtarët e shërbimit informativ të grumbullonin të dhëna për vëllain e Fatmir Gjafajt apo a e dekonspiruan ata hetimin e Prokurorisë për Krime të Rënda. Është po ashtu një dosje e pahetuar. E dyta, nëse ju mbahet mend, pas denoncimit që bëri Saliani, pati një reagim të menjëhershëm dhe doli në publik emri Albert Veliu i njohur me nofkën Babale. Pra kur ende institucionet nuk e dinin se kush na ishte Babalja, pala interesuar me forcën e pushtetit e gjeti Babalen, e zbërtheu Babalen, e shkopsiti Babalen, ja bëri të gjitha Babales për ta bërë atë të pabesueshëm dhe me kë komunikonte Babalja? Del qartë në përgjime dhe në vëzhgime që komunikonte gjatë gjithë kohës me drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. Ata e takonin, ata i blinin për të ngrënë, ai u kërkonte borxh e tjera me radhë. Pra parë në këtë këndvështrim, dosja Babale është një dosje e pahetuar, sepse mendoj që po t'ishte hetuar si duhet, sot nuk do të kishim në burg Ervin Salianin, por do të kishim në burg persona më të rëndësishëm dhe përgjegjës për ato çfarë ndodhi më pas. Ajo çfarë mund të them është gjykata e lartë ka thënë vetëm një dispozitiv, mos pranimin e rekursit, ne nuk i dim shkaqet ku është ndarë gjykata e lartë, por unë shikoj si një precedent të rrezikshëm në çfarë kuptimi. Nëse ne flasim dhe sot u lëret gjithë media e gjithë politika se Erion Veliaj është në masën e sigurisë arrest në burg pa gjyq, nga ana tjetër nuk e di pse nuk ka bërtitur askush dhe thot, po pse është Ervin Saliani në burg, cili është rreziku kaq i lartë që paraqet. U bërtit në atë kohë. Qa u bërtit o eni tani? Se në këtë vend kemi që... Su bërtit pra, u bërtit pak, kështu si në përdhëmë. U bërtit. Se tani bërtitet më të madhe. Problemi është që u bërtit pak, kështu si në përdhëmë. Nuk u bërtit, jo. Dilda, se kam qenë në studio, thuaj se në gjitha studiot. Jo, dakord, unë kam qenë gjitha studiot. Dhe nuk kam parë të lloj angazhimi. Po bëj një sqarim publik, një zero simpati politike për Ervin Salianin. Dhe se kam parë realisht me syrin e një politikani që mund shkëlqente. Dhe ky është qëndrim personal. Po për te kësaj nuk mund t'jeme pa drejt dhe të pranoj që një person, cili do qoftë ai në rasti konkret quhet Ervin Saliani, të merret një dosje dhe të paketohet me urgjencë. Si ka mundësi që ne nuk kemi përgjegjësi ose minimalisht një hetim për zyrtarët e policisë që i bënin fresk Babales? Si ka mundësi që nuk u morë në përgjegjësi penale asnjë zyrtar i shtetit shqiptar që lejoi Geron Gjafajn të largohej me urgjencë nga Shqipëria? Si ka mundësi që prokuroria nuk bëri një hetim dhe në dosjen e Ervin Salianit u fut një vendim i dyshuar me të dhëna të diskutueshme i Prokurorisë për Krime të Rënda dhe nuk nisi një hetim se si ishte administruar jashtë procesit gjyqësor. Si ka mundësi që nisi një hetim për mënyrën se si ishte mbajtur urdhri i Geron Gjafajt, kishte një urdhër kërkimi ndërkombëtar, i cili vërtet mund të mos kishte fuqi në vendin tonë, por ama u mbajt në sirtar për vite me radhë. Nuk kishte, se kështu u pretendua, por ama u mbajt në sirtar. Jordan, po i plek të gjitha pikat. Ti po pyetje retorike. Të gjitha ato do jetojnë në Strasburg, thot Saliani. Patjetër ka drejtën e vet, po mua më duket precedent shumë i rrezikshëm, sepse cila është rrezikshmëria, shtroj pyetjen unë sot, që Ervin Saliani të jetë i lirë, mund të shkonte në shërbim prove, se nuk kam parë në një standard tjetër që për kallëzim të rrem të shkojnë në burg. Pra ne bërtasim nga një anë që është represive, masa e sigurisë për korrupsionin, pastrimin e parave tjera me radhë, ndërkohë që nga ana tjetër ne kemi një person dënuar për kallëzim të rrem. A mund gjykata të aplikonte masa të tjera alternative? Kush janë masat tjera? Shërbimin e provës, pezullimin nga ushtrimi i funksionit publik, punë në interes publik. Mund të shkonte Ervin Saliani dhe të shërbente në bibliotek një vit me radhë. Dhe do t'ishte shumë, por nuk më shqetëson që t'jem shumë e sinqert,
fakti që ka një dënim se zoti Saliani ka rrugën shkojnë gjykatën kushtetuese, shkojnë gjykatën e Strasburgut. Ajo çfarë më shqetëson është forca e pushtetit Tani është në Burgaj dhe mënyra se si qeveria Rama u soll me rastin konkret. E përdori atë çështje, e dërgoi aty ku deshi, e manipulua në të gjitha format e mënyrat që deshën, dhe në fund fare di çfarë bëni? Fatmir Gjafaj që dorëzoi vllajin. Pra qëndroi në karrike për të dorëzuar vllaj, sa ra interesi i Edi Ramës për të, e flaku nga ministria. Dhe këtu ka qenë kundërshtimi im shumë i hapur me zotin Gjafaj, që sigurisht ne nuk i zgjedhim vëllezrit dhe motrat, ata janë biologjikët tanë, por në momentin që ndodhi kjo histori, duhet largohej dhe hetimi me këtë fjali do ta mbyll. U krye duke qenë Fatmir Gjafa ministër i brendshëm, që kishte në varësi edhe laboratorin kriminalistik, që kishte në varësi edhe përgjimet, që kishte në varësi edhe operacionalen, që kishte në varësi edhe zyrtarët e policisë që shoqëronin babanin e tjerë me radhë. Zoti Bllako, do kalojmë në publicitet. Sigurisht tani për detyrën e Korikanit, narrativa nga ana tjetër e Partisë Socialiste Kryeministit është krejtësisht tjetër, që Saliani ka abuzuar, shpifës, besoj i kujtoni. Kjo për të drejtën e Korikanit se nuk ka një përfaqësues tyre këtu që ta debatojmë të gjë. Gjithsesi, mbetet fakt, Ervin Saliani është në Burg dhe gjykata e lartë rrezoi rekursin, ai vetë thotë do shkojë në Strasburg. Publicitet dhe flasim për çështjen Bllako.